Ministri i Brendshëm Besfort Llamadhari ka dalë në një deklaratë për mediat ku ka theksuar se Shqipëria nuk është aktualisht në një kërcënim konkret nga Irani, por pavarësisht kësaj strukturat e sigurisë janë të angazhuara maksimalisht për të garantuar rendin dhe sigurinë publike. Ai bëri të ditur se masat parandaluese janë ndërmarrë në kohë dhe se bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar dhe agjencitë e inteligjencës është forcuar ndjeshëm. Përfaqësuesit e ambasadës është bërë me dije se ky njoftim është bërë dhe në vende të ndryshme të botës dhe Europës, duke përfshirë Belgjikë dhe Holland. Kështu që nëse qytetarët shqiptarë ndihen të pasigurt, atëherë bie do të themi që edhe qytetarët belg dhe holandezë dhe të vendeve tjera të Europës të ndihen të pasigurt, por nuk besoj që ky është rasti, pasi njoftime të tilla ju e dini janë bërë në mënyrë periodike. Qytetarët shqiptarë duhet të ndjehen shumë të sigurt, pasi kjo është një punë që tashmë ne e vijojmë për vitesh dhe mendoj që kanë dëshmuar si policia shteti, si partnerët rajonal dhe evropian që ne për sa i përket sigurisë, aq më tepër kërcënimeve që mund të vinë me një natyrë të theksuar, jemi në komunikim të përditshëm, real, në çdo minutë me agjencitë ligjbatuese dhe inteligjencë brenda vendit dhe jashtë vendit. Kështu që nuk ka asnjë bazë për të shqetësuar. I pyetur mbi zhvillimet e brendshme, ministri u ndal edhe tek protesta e paralajmëruar nga opozita në 17 prill. Të gjithë ata që në mënyrë flagrante shkelin ligjin, cënojnë jetën dhe shëndetin e policisë së shtetit, punonjësve të policisë, të cilët janë aty thjesht për të garantuar rendin dhe sigurinë, duhet të përballen me pasojat e ligjit. Qoftë ta nxitës në rolin e nxitësit, në rolin e organizatorëve apo në rolin e ekzekutorëve. Në të njëjtën kohë, Llamadhari shmangu komentet mbi hetimet konkrete që lidhen me ngjarjet kriminale të mëparshme, duke theksuar se këto çështje janë në proces dhe trajtohen nga organet kompetente. Kërkesa juaj për koment nga ana ime nuk mund të adresohet për vetë faktin sepse do kërkonte përfshirjen e një titullari politik në çështje operacionale. Vlerësimin mbi nivelin e hetimeve të bëra nga policia e shtetit e bën vetëm prokurori i çështjes.